Nëse edhe pas ditës së nesërme prapë do të vazhdohet mos ketë reflektim, natyrisht se do të jemi të detyruar që protestat i masovizojmë dhe ky masovizim nënkupton edhe për shkallëzim. Megjithatë, ne po presim publikimin e vendimit i cili do duhet me ndodh, akoma nuk është bërë. Sot jam drejtuar me kërkesë zyrtare përmes email-it zyrtar të zyrës së rregullatorit që ta kemi sa më parë këtë vendim. Aktiviteti i grupës asnjë cent më shumë nuk ka ndaluar për asnjë moment. Besoj ka qenë shumë e rëndësishme që sot me dhënë sqarim të radhës për qytetarët e Republikës Kosovës, ashtu siç edhe kemi paralajmëruar dhe siç kemi qenë aktivisht të zëshëm nëpër media dhe rrjetet sociale, po ashtu edhe aktivitete, dy protestat e fundit që kemi organizuar. Për qytetarët është me rëndësi me ditë që aktiviteti i grupës asnjë cent më shumë nuk ka ndaluar për asnjë moment. Ne jemi në vazhdimsi duke u marrë me deri në momentin e fundit kur të pezullohet përfundimisht vendimi për shtrejtimin që është marrë në mënyrë krejt jo legjitime nga ana e zyrës rregullatorit për energji, i cili nuk përfaqëson interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës. Ne do të vazhdojmë të jemi edhe më atu të jetëzëshëm deri në momentet e fundit kur bashkë me qytetarët do ta fitojmë këtë proces. Ashtu siç e kemi paralajmëruar, nesër do të jetë protesta e radhës, e cila do të fillojë nga ora 12. Zoni qytetarëve është mirë që mos më ndalë në asnjë moment, e kemi shumë të rëndësishme që ta vazhdojmë aktivitetin së bashku, sepse vetëm bashk do të tregojmë që me të vërtet qëllimi është i qartë, ashtu siç e kemi nisë, ashtu edhe duhet me përfundu. Nesër të njëjtën kohë ka qëlluar që do të jetë edhe seanca, domethënë konstituive, e cila po dështon tash disa herë. Natyrisht prej këtij sheshi do t'i bëjmë thirrje gjithë deputetëve të Republikës Kosovës që ta shtyjmë përpara këtë proces në momentin e parë që të konstituohet kuvendi, thirret më njëherë në Komisionin për Energji, thirret më njëherë për raportim zyra rregullatorit për energji dhe sa më parë ky vendim të pezullohet. Pas kësaj, natyrisht se ne do të vazhdojmë aktivitete të tjera. Nëse edhe pas ditës së nesërme prapë do të vazhdohet mos ketë reflektim, natyrisht se do të jemi të detyruar që protestat i masovizojmë dhe ky masovizim nënkupton edhe për shkallëzim. Nuk jemi të lumtur që t'japim kësi lloj mesazhesh, as ne nuk jemi në frymën e asaj që të përshkallëzohet situata, por nëse do të ketë nevojë, siç kemi thënë edhe në fillim, ne do të bllokojmë edhe rrugë, do të bllokojmë edhe institucionet në mënyrë që zoni të dëgjohet edhe më tutje. Përndryshe, ne sot ishim dëshmitar qysh nga mëngjesi që kanë filluar paralajmërimet e para për shtrejtimin edhe të miellit, pra shumë media raportuan që tash edhe mielli është një prej produkteve tjera që do shtrejtohet. Disa ditë më herët, vetë se kemi marrë lajmet që buka pritet të kalojë në çmimin prej 80 cent, po ashtu edhe një zinxhiri tjetër i produkteve të tjera, vetë se kanë filluar bizneset paralajmërimin për rritje, andaj besoj që qytetarët më shumë se kur e kanë të rëndësishme që t'i përgjigjen thirrjes për protestë nesër prej orës 12. Për detajet e tjera, normalisht ne kemi treguar që jemi duke u marrë tash disa javë mendimin edhe avokatit Bajraktari, jemi duke u marrë edhe me pjesën e Padis. Për detajet e tjera të procedimit deri ku kemi arrit me pjesën e Padis, besoj do të na tregojë vetë zotri Bajraktari. Atë gjithë ecurisë së këtij procesi ne kemi punuar në mënyrë intensive në drejtim të hartimit të Padis, përmes së cilës do të kërkojmë anulimin e vendimit të aktit administrativ përkatësisht vendimit të zyrës së rregullatorit për energji, duke pas parasysh faktin se i njëjti është marrë në bindjen tonë në shpërputhje me autorizimet që ka ky institucion me theks veçantë për sa i përket çështjes së procedurës së deri tashme. Megjithatë, ne po presim publikimin e vendimit i cili do duhet me ndodh, akoma nuk është bërë. Sot jam drejtuar me kërkesë zyrtare përmes email-it zyrtar të zyrës së rregullatorit që ta kemi sa më parë këtë vendim, në mënyrë që të njëjtin ta analizojmë dhe ta procedojmë përkatësisht ta finalizojmë Padin. Po ashtu vlen të theksohet që krahas Padis ne kemi punuar dhe po punojmë intensivisht edhe në hartimin e propozimit për masë të përkohshme si masë për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit, për faktin se jemi të bindur që plotësohen kriteret ligjore të përcaktuara në ninin 100 të ligjit për konflikt administrativ, për faktin se një vendim i tillë paraqet dëm vështirë të riparueshëm për palët në procedurë përkatësisht për qytetarët, vendimi i tillë paraqet vështirësi dhe probleme të natyrës zinxhirore për gjithë qytetarët e vendit, dhe se aprovimi i një mase të tillë nuk është kundër interesit publik, mirë po shkon në funksion të interesit publik.
Për më tepër e kemi argumentuar dhe do të përpiqemi edhe tuti të argumentojmë se është edhe në linjë me praktikën e gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit, instrument i cili është direkt i zbatueshëm në vendin tonë. Prandaj ne po presim sa më parë që të publikohet vendimi, në mënyrë që të procedojmë tutje me padipër, çka natyrisht që së bashku me kolegët do t'ju njoftojmë me kurdo që do të ndodhë ky veprim. Nëse keni diçka pyetje? Ndonjë pyetje? Zoti Shaviu, gjatë kësaj kohe, a keni vërejt që ka më shumë të interesuar për qenë pjesë e protestës? Absolutisht po e shohim që prej fillimit e tash qasja dhe fryma për me qenë pjesë e organizimit protestës ka ndryshu komplet. Qytetarët ma shumë se kur janë të interesuar për faktin se ata tashmë edhe janë të bindur, nuk janë më vetëm fjalë koti, por ne paralemërimet e rritjes së çmimeve tashmë i kemi konkrete. Fillimisht ka pas ide që ne vetëm po dojmë propagandu, por tashmë është gjithçka realitet, po i lexojmë çdo ditë edhe nëpër media që çmimet kanë filluar me lëviz dhe nuk besoj që një qytetar i kësaj republike do ta pranojë që gjithçka të jetë të vendoset në kostën edhe në ndryshimin e standardit të tij për të keq. Kur e përmende për shkallëzimin, a mundesh me qenë pak më konkret përveç kësaj blokadës së institucioneve? Absolutisht, ne nuk kemi asnjë synim që të bëjmë dome në kuptimin e institucioneve. Ideja është që të paralizohet aktiviteti i institucioneve, sepse kjo besoj që është kërkesë normale dhe legjitime e qytetarëve. Në momentin që institucionet nuk punojnë të mirë në qytetarët e Republikës së Kosovës, atë pse ato do të më funksionu. Kështu që një prej alternativave të cilat ne kemi paraqitur, jemi të thonë tash disa herë, është edhe paralizimi i aktiviteteve nëpër institucione, bllokimi i shesheve, rrugëve. Pas kësaj e kemi nisë edhe një lloj iniciative të cilën nëse ka nevojë prap do ta aktualizojmë, është edhe pjesa e pezullimit pagesave për çmimin e energjisë elektrike nga ana e qytetarëve. Por për tjerave edhe kjo do të jetë një hap të cilin jemi duke e shqyrtuar, që po besoj që qytetarët menjëherë janë aktivizuar dhe kanë pasur kërkesë legjitime.